Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpinë e Big Brother Kosovës. Dritat ishin zbehur dhe lodhja e ditës ndiej në ajër. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit aty ku ishin shtrirë tashmë Labi dhe Kushtrimi. Të dy dukeshin të relaksuar, me buzëqeshje të lehta, sikur momenti ishte i natyrshëm dhe pa tension. Po vjen me fjet me neve? E pyeti njëri prej tyre, me një ton të thjeshtë, pa e bërë situatën më të madhe se ç'ishte. Alba nuk hezitoi fare, po, tha direkt, pa menduar dy herë. Ishte një përgjigje spontane, që erdhi si diçka e natyrshme, jo e llogaritur. Ajo u fut në shtrat dhe u pozicionua mes Kushtrimit dhe Labit. Të tre dukeshin rehat, madje edhe të lumtur në atë çast. Nuk kishte nervozizëm, nuk kishte siklet. Vetëm një ndjenjë afërsie dhe shoqërie që shpesh lind në izolimin e asaj shtëpie. Jorgani u tërhoq mbi ta dhe bisedat u ulën në zë. Disa batuta të lehta, disa të qeshura të mbytura, dhe pastaj gjithçka u qetësua. Kamerat vazhdonin të regjistronin, por pa dhënë asgjë konkrete. Çfarë ndodhi poshtë Jorganit nuk u pa dhe nuk u dëgjua. Gjithçka mbeti në kufirin e supozimeve, pikërisht kjo e bëri momentin edhe më të komentuar. Banorët e tjerë nisën të flisnin, të hamendësonin, të nxirrnin përfundime sipas mënyrës së tyre. Por realiteti mbeti i paqartë. Nuk pati zhurmë, nuk pati skena. Vetëm tre persona që ndanin një shtrat dhe një moment qetësie. Alba dukej e qetë. Nuk po kërkonte vëmendje, as nuk po përpiqej të dërgonte mesazhe. Ishte thjesht aty, në një çast ku ndoshta ndihej më pak vetëm. Labi dhe Kushtrimi, nga ana tjetër, dukeshin po aq të natyrshëm, sikur situata të mos ishte as pak e jashtëzakonshme, në shtëpinë e Big Brother Kosovës, ku çdo veprim analizohet dhe çdo detaj zmadhohet. Ndonjëherë edhe një gjest i thjesht bëhet temë e madhe. Por ajo natë mbeti e mbështjellë me heshtje në një Jorgan që nuk tregoi asgjë, duke lënë gjithçka në imagjinatën e publikut, dhe ndoshta pikërisht kjo ishte ajo që e bëri momentin kaq të komentuar, jo ajo që u pa.